A ju ka shkuar ftesat gjithë banorëve përfshirë dhe Jozin, pra mund të kemi një lloj ballafaqimi? Jozi është totalisht, me sa unë kam kuptuar, është totalisht i përjashtuar nga formati i Big Brother pas asaj që ka bërë. Kështu që nuk mund të jetë. Pra s'do kemi një shans ballafaqimi mes tyre? Jo, nuk ka shans. Nuk e besoj. Jozi është përjashtuar nga Top Channel dhe nga Big Brother. A do e donte publiku një ballafaqim të tyre? Publiku kam përshtypjen që po, do ta donte një ballafaqim të tyre. Dëgjoj. Nuk dua të jetë benzin zjarrit, nuk dua të them asnjë gjë nga këto, po fakti që Jozi pati një mbështetje të frikshme pas asaj që ndodhi, unë e lidh me pjesën e votimeve, gjithmonë se unë aty kam votim tek kur thonë është një shprehje popullore, o lele pra banica ime. Domethënë unë lidhem mendoj pjesën time të votimeve dhe mbaj mend, në fakt dje takova Kjarën, Egdën, dy nga tre fituesit që unë kam punuar për ta dhe të gjithë më thonin diçka. It's okay, mos u mërzit, ke nxjerr 3 fitues deri tashti, është perfekte dhe kam përshtypjen të gjithë më thonin të njëjtën gjë që dhe Rozi është fituese, por nuk e dim pse përse nuk ju dha. Megjithëse unë e kam shumë të qartë këtë gjë që është dashur të bëhet një lloj pajtimi ose një lloj gjëje. Ose shifrat mund të kenë ndryshuar, ajo 0.03% që mund të ketë kaluar në favor të Gjestit. Diçka e tillë. Për sa i përket Jozit edhe Gjestit, dyshoj që do të ketë një ballafaqim. Do doja shumë. Njerëzit kërkojnë shumë të ketë një ballafaqim. Po kam përshtypjen se dëgjoj, në momentin që mbyllet ajo dera, siç ndodhen rëndom, kam 16 vite që merret me Big Brother. Dhe në 16 vite, në momentin që ajo dera atje mbyllet, të gjithë banorët dalin, është e pamundur që ti rikthesh dhe njerë temave çfarë ka ndodhur brenda. Përveç postit, që okay, është pjesë e formatit, pjesa tjetër jo. Nuk e besoj që. A do ishte një sukses nëse do bëj një Big Brother me të gjithë fituesit ndër vite? Atëherë, Big Brother All Stars, që është bërë në Angli edhe në një 2 vende të tjera. Sukses. A do të ishin dakord njerëzit të futeshin se është pak e vështirë, po shiko, lezeti i Big Brother është një edicion i vetë. Pastaj çdo edicion tjetër ku mund të futet nuk e besoj se do të vazhdoj të shkëlqej një lloj siç ka shkëlqyer tek edicioni i tij që ka qenë aq origjinal. Aq perfekt sepse kur rifutesh njerëzit presin o të ripërsërisësh vetë, o të jesh shumë herë më mirë se ai që ke qenë. Por ndërkohë ai nuk mund të bëj veprime ekstreme sepse ka çfarë humb tani, sepse është tjetër gjë tani. Për veprime ekstreme besoj se i referohesh vetëm Gjestit, se fituesit e tjerë nuk kanë pasur asnjërin. Jo veprime ekstreme. Ka me muri apo të ketë përfunduar në shuplaka apo të ketë përfunduar në Kisha në fjalën që një po themi ish fitues e ka shumë të vështirë që të futet edhe një herë në bik që të luajë me imazhin e vet. Se nuk dihet se si del, po themi, për herë të dytë. Pra mund të dalësh shumë herë më i rrënuar nga imazhi se që e futur, se po themi që nuk dihet më lojtarët. Po shiko, po të marr për shembull rastin e Luiz Zellit. Luiz Zelli sa herë të rifutet në Big Brother do të jetë fitues absolut në të gjithë me të gjithë morinë e votave që ka marrë madje edhe më shumë. Sepse tashni ka dhe brezat të tjerë që vinë dhe dëgjojnë që nuk ka Big Brother si ai që ka qenë Luiz Zelli. Është e vërtetë. Nuk ka Big Brother si ai. Po dhe Luizi
nuk ka lozur kur me ekstreme që mund të tuli figura. Dhe kam përshtypjen se njerëzit, për shembull, nëse futet Luizi, ajo që presin është të jetë po ai Luizi që ka qenë. Po. Është e pamundur që ti të pëlqesh një ish fitues ndryshe. Unë doja Luizin të ishte banor, po të ishte edhe një herë ai Luizi si që ishte dhe akoma më me humor, akoma më i fort në lojë. Kështu që jo, nuk e besoj që mund të penalizoj. Ilio Shaqiri, jo, nuk penalizoj se s'ka bërë një lojë. Egli Atheno, jo, nuk e besoj, sepse janë lojtarë që kanë ndodhur me ekstreme brenda limiteve, ndryshe nga i vetmi fitues që është arratkisur nga shtëpia e Big Brotherit dhe nuk e besoj se do ta rigjente edhe një herë veten fitues brenda. Fati i madh i tij ishte sepse Gjesi ishte në Big Brother Vip Kosova, të gjithë e dim që nuk e votonin, nuk është votuar, ka dalë para gjysmëfinales, në një shumatore votash, Gjesi më tepër vota ka marrë nga Zvicra se sa ka marrë nga Kosova, kështu që kjo është pak por e sigurt. Nuk e besoj se Gjesi për shumë do të ishte një lojtar që do të rifuteshe dhe do të korte një të sukses që ka korru këtë edicion, suksesi i Gjesit ju dha vetëm sepse erdhi në Shqipëri, se për sa kohë ishte në Kosovë, realisht Gjesi ishte ai lojtari me brek, me kordele në kokë dhe me sherrë me xhenet. Tu i mungoi vetëm kordele, po pjesa tjetër ishte. Pra nga festa që pat mbrëm te after party i Big Brotherit, nga gjestet, nga artikulimi, po nga gjuhë e trupit, pra nga si ka ndendur në fest, a u duk që ndoshta, po themi, do zgjas një muaj kjo lidhje dhe pastaj do ndahen? Po cila lidhje, sepse Gjesi kur ka dalë nga Big Brother, ka thënë që nuk jam në lidhje, jemi miq shumë të mirë. Se kam përshtypjen gjithë pjesën e lidhjes po e shtym neve më shumë lidhje. Nuk më duket se ka lidhje. Mua më vazhdon dhe më duket kjo pjesa e saj që është Egli ajo që kërkon të ketë një lidhje, po me atë që unë kam parë dje dhe dje, nuk më është dukur se ka një lidhje. Një gjë normale, midis dy të rinjve që kanë një kështu, një marrëdhënie shumë të mirë shoqërore. Kaq. Gjë tjetër jo, nuk është se kam parë realisht. Dhe pasi Gjesi doli nga Big Brother, kur u pyet nga gazetarët e Top Channel, nëse do të ketë një lidhje po apo jo, ose si do të vazhdojë lidhja, ai ka shndruar deklaratës së tij që unë nuk kam asnjë lloj lidhje. Do të jemi miq të mirë, 50-50. Kaq. Ka pasur shumë video që janë bërë virale nga takimi që ka pasur Egli në Prapaskend pas mbarimit të Big Brother të finales me nënën e Gjestit. Shumë është komentuar si një lloj ftohtësie e këtij takimi dhe ndoshta po themi është aluduar për një lloj mospranimi të Eglit nga prindrit. Besoj se ju keni parë ato video, si komenton? Po jo nuk kam qenë aty, se nuk kam të vetë kam ti shosh, nëse ti e sheh gjatë gjithë kohës që kanë qenë kur janë marrë intervistat, unë kam qenë mbi sken, duke u marrë me punë të tjera, banorët, të paktën ata që unë kam pasur miq, kam qenë aty, kam pritur derisa doli dhe Rozi që pastaj se ne nuk ndetëm as në festën me njëherë pas Big Brother, po u larguam për në shtëpi. Për sa i përket pjesës kësaj, duan prindrit nëse do Gjesi, pak rëndësi ka. S'do martohet as mami, as babi, se ata janë të martuar dhe nuk ka lidhje. Puna është atë do Gjesi, dhe jo atë duan prindrit e Gjesi. Sepse me sa unë kam parë, dhe me sa unë kam vëzhguar, të paktën këto ditë, që ata kanë qenë jashtë në finale, dje në fest, ata kanë qenë bashkë, por ishin pothuajse të padukshëm për sa i përket pjesës së veprimeve, përqafimeve, puthjeve, dashurisë apo jo. Kështu që unë dyshoj këtë lidhje prindrit, sa mendoj që është i Zoti punës ai që duhet ta bëjë.